ne do të angazhohemi në ndryshimin e ligjit të energjisë elektrike, në të cilën do të luftojmë që 33% që është një ngarkesë e çmimit të rrymës elektrike të ndryshohet. Ne kemi pas ligj, por përsëri do të propozojmë ligj në këtë drejtim. Është për të ardhur keq që BDI të lavdrohet vetëm me 14 hidrocentrale, të cilat janë dikun të planifikuara 80 hidrocentrale të vogla të investohen dikun të krejt 25 milion euro dhe tenderimi shkon do të thotë për 80, po tash ndërtohen 14 hidrocentrale, po nuk di pse është arsyeja për të lëvdruar me këto hidrocentrale. Këto hidrocentrale nuk ndërtohen në gjitha regionet shqiptare, po të analizohen vetëm prej tetove në Jashinc ndërtohen 2 të tilla, kurse tjerat ndërtohen në Sopisht, në Vinic, në Rostush, në Çuçersandev, në Berov, në Ohër, Probishtit e kështu me radhë. Por do ndërtohet edhe ndoshta një në Likov. Prandaj është e palënt të lavdra e tyre në drejtim të ndërtimit të 14 hidrocentraleve. Mendoj se ata është dashur në sferën e energjetikës të lavdrohen ose spaku të japën llogari për projektin Lukovo-Pole, 62.7 milion euro, projekt të cilat ministrat nuk dinin a ekziston a nuk ekziston. A kanë nënshkruajt pëlqime, a nuk kanë nënshkruajt pëlqime. Mirë po të hini të analizoni, ai projekt hecën me shpejtësi dhe ai projekt do të realizohet dhe do të devijohet drejtimi i lumit Radika. Unë dëshiroj të flas edhe për një çështje që dëshiroj të kontestoj politikën e BDI-s vis-a-vis bashkësive fetare me procesin e denacionalizimit. Për shembull, në Maqedoni janë realizuar 3 milion në procesin e denacionalizimit. Por shumë shqiptar nuk mund të realizojnë të drejtën e kthimit të pronës apo të procesit të denacionalizimit si rezultat i birokracive të shumta që bën nga Ministria e Financës, ku ne kemi zëvendës ministër të Financës. Paramendoni, vetëm do t'jap një fakt, nga Bashkia e Fejes Islame janë bërë 350 kërkesa që Bashkia e Fejes Islame kërkon kthimin e 3.869.000 metre katror tokë. Atari Bashkisë Fejes Islame, ku hin livade, kullosa, male dhe kërkon 41.252 metre katror objekte të Bashkisë Fejes Islame, përfshin banesra, shtëpi, dyqane. Pas 13 viteve të procesit të denacionalizimit, i kanë kthy Bashkisë së Fejes Islame vetëm 15% të kësaj pasurie. Kjo do të thotë është e papranueshme. Është e papranueshme fakti tjetër që nuk japin përgjigje ministrat e BDI-s pse nuk ju dha toka në kala të Bashkisë Fejes Islame që ju premtu dhe thanë në procedura mande do ta kthejmë dhe u harru. Ju dha një kompanije e afërt më vëmëron, kurse nuk ju dha Bashkisë së Fejes Islame. A në anën e kundërt jepen toka për kryqe, për kisha dhe nuk jepet tokë shtetërore për xhami. Kjo tregon paaftësinë e Bashkimit Demokratik për Integrim, tregon paaftësinë e ministrave të saj në qeveri.